Po thuaj ti dhe më lëre shpejt. Marton. Kundër gjykatës, të cilët ka kanë kërkuar imuniteti për shkak se do duhet përballet me drejtësinë. Faktën kjo është ajo se çfarë ka ndodhur. Tashmë deputetët e Partisë Demokratike hynë së bashku në sallën e kuvendit ku pritet pra që kjo e sotme të jetë një seancë e përplasje. Do të shikojmë po apo jo. Zuri Berisha. Me mikrofoni. O Marton, çfarë është? Po çuna, hapuni çik çuna. Vini. Po vini, unë kokën. Hapuni çik valla, sa uluni. Po vini. Po den. Pak fare. Po. O gazetar, hapuni çik. Qytetarët kërkojnë do heqjen e Edi Ramës si zgjidhje e vetme të kësaj gjendje dhe të kësaj situate dramatike që përjeton vendi. Në një kohë kur Edi Rama Ullu më daj, ullu apo të shi të pajzonë, ullu apo të në me tonë, kraju, në detyrë sot në të gjithë hapësirë e Bashkimit Evropian dhe me që nuk ka sot një kryeministër të poshtruar para botës dhe para popullit të tij siç është Edi Rama. Është i poshtruar sepse po përdor
ligjet, kushtetutën, po shkelmon ligjet dhe kushtetutët për të mbrojtur vjedhjen e tij. Është i poshtruar, sepse për interesat e tij, hajdutërisë së tij, të pasurive të tij të paligjshme, po mbyll dyrën e Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Është i poshtruar se aty ku miraton ligjen të parlament për firmën e tij, firmën Jamel Plumbesha Spirogjoka. Është i poshtruar sepse aty ku bën ligje që lindja e tij tjetë First Lady e Shqipërisë, zonja Begaj, ja menderos ligjin. Është i poshtruar. Pra, Edi Rama përjeton periudhën e poshtrimit më maksimal të një qeveritari, të një kryeministri. Ne sot jemi këtu për të shprehur mendimin e qytetarëve shqiptarë. Do të votojmë në unison për heqjen e mandatit dhe arrestimin e Lubi Ballukut, por to nuk janë zgjidhja e krizës. Zgjidhja e krizës është largimi i njeriut më të poshtruar sot në skenën politike europiane dhe prendimore, të themi, që quhet Edi Rama. Ju duhet ta dini këtë, që ai është njeriu i poshtruar për aktet që ka kryer, por ai për të shpëtuar lëkurën e tij është i gatshëm të pranojë çdo lloj poshtrimi që i bëhet. Nuk mund ta imagjinoni ju se si në darkat e tij të nederitshme që ja u nxjerr ato që han miqve, shkon dhe u përkulet, u bie në gjunjë si legend, si ç'të ti thuash apo jo, për të kërkuar që të ndryshojnë mendimin. Ky është ta dinë shqiptar se ky është sot Edi Rama. Ju pa. Hapo gazetar, hapo politik. Hapo gazetar. Kushtetuese nga ana e kuvendit për të dhënë autorizimin me të cilën zyrtari publik zhvishet nga prap papërshëria, duhet të synojë vetëm mbrojtjen e veprimtarisë normale parlamentare dhe verifikimit nëse akuza është e motivuar politikisht. Ndryshimet kushtetuese të vitit 2012 që u frymëzuan nga nevoja për të intensifikuar luftën kundër pandëshkueshmërisë së zyrtarëve të lartë shtetëror, reformuan thelbësisht konceptin e imunitetit parlamentar në Shqipëri. Rregullat e reja kushtetuese kanë tentuar të afrojnë zyrtarin e lartë shtetëror me qytetarin e zakonshëm në raport me përgjegjësinë penale dhe përgjegjësinë për zbatimin e ligjit për të garantuar barazinë përpara ligjit. Një ndryshim i tillë erdhi si nevojë jo vetëm me një orientim politik qeverisës në vitin 2012, por dhe si një detyrim për Shqipërinë në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe të disa marrëveshjeve ndërkombëtare mes të cilave përmendim konventa penale kundër korrupsionit e Grekos. Si ka mundësi, të nderuar miq, si ka mundësi që kjo qeveri që kërkon sot të kalojë një ligj në parlament, kërkon sot kalojë një ligj në parlament që nëse parkon dysh, duhet futesh në burg.
Po si ka mundësi që parkimi u zgjidh ka me burg, kurse korrupsioni u zgjidh ka pa burg? Si ka mundësi? Ku është parë kjo? Kjo ndodhë sepse t'jemi të qartë. Edi Rama nuk ka hallin e Lupi Ballukut. Nuk ka problemin e Belinda Ballukut. Ai e do Belindën, ai sa ka dash Veliajn e gjithë të tjerët me qyrbe me çfarë janë. Ai ka hallin e vet. Sepse kompanin turke e ka sjellë Edi Rama këtu. Tenderat i firmos Edi Rama këtu. Ndaj nuk ka zgjidhje pa largimin e Edi Ramës.